Mos më fol me fjalë të mëdha se s'marr vesh. E keni dëgjuar ndonjëherë këtë fjali gjatë bisedave? Me siguri që po. Po pse ndodh kjo? Ndodh sepse në Shqipëri kemi një problem serioz me arsimin. Dhe jo, nuk është thjesht një përshtypje që na vjen nga Facebooku, Instagrami apo muhabetet në kafen e lagjes. Dëgjojeni mirë. Sipas shifrave zyrtare të Instat, gjysma e shqiptarëve mbi 25 vjeç nuk e kanë kryer shkollën e mesme. Po, gjysma. Jo 10% apo 20%, por gjysma. Saktësisht, 52% e grave dhe 44% e burrave janë vetëm me 8 ose 9 klasë shkollë. E çfarë do të thotë kjo? Nuk e keni ende të qartë. Po ja, kur dikush thotë digitalizim, automatizim apo inteligjencë artificiale, një pjesë e mirë e shqiptarëve mendojnë se po flitet për ndonjë lavatriçe të re. Krahasuar me rajonin jemi shumë më keq. Në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut, përqindja e njerëzve vetëm me arsim bazë është shumë më e ulët, rreth 25%. Po drama nuk mbaron këtu. Problemi tjetër është se ne nuk kemi shumë qejf as të mësojmë gjëra të reja. Trajnime? Kurse? Zhvillim personal? As që bëhet fjalë. Shumica thot, çam duhen mua këto më vlla. Kam 20 vjet në këtë punë, e kam eksperiencën. Ndërkohë që teknologjia ecën me vrap, ne akoma pyesim, ore po printeri pse s'punon? Fike dhe ndize njerëz të ndoshta edhe rregullohet vet. Dhe ja ku jemi sot, në vend numëro. Ose i blejmë diplomat, ose nuk shkojmë as në gjimnaz. Kemi një ekonomi plot sfida përpara, por një shoqëri që ende ka frikë nga fjalët e mëdha.